Skuadra Shkëndijës ka marrë një fitore shumë domethënëse ndaj Sileksit në Kratov, me rezultat 2-1 në kuadër të Xhiros së 19 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Me 3 pikët e fituara tani Shkëndija vazhdon të mbetet në pozitën e dytë në tabel me 45 pikë, apo 6 më pak se Vardari në pozitën e parë. Pas ndeshjes, trajneri Jeton Beqiri ka deklaruar se është I kënaqur me 3 pikët e fituara që u arritën në një terren të papërshtatshëm. I kënaqur për luftën e fituar, për shkak se nuk mund të flas për futbollin e fituar. Kjo s'ka të bëjë me futbollin, më thënë ne. I kënaqur me karakterin, angazhimin e futbollistëve, me pak fat duhet të mbyllim pjesën e parë. Pranuam gol në moment shumë decisiv, në moment shumë negativ. Pastaj kishte momente ku edhe rrezikuam mbrapa. Kishim momente ta fitojmë, por kishim momente edhe ta humbim ndeshjen, por e rëndësishme është që ne rrezikuam, futëm edhe lojtar më shumë ofensiv dhe unë gjithmonë them që fati gjithmonë I ndjek ata të cilët janë luftar, ata të cilët janë trima dhe ata të cilët japin maksimumin. Në Gosivar, klubi I futbollit Arsimi në cilësinë e mysafirit shënoi fitore kundër Shkupit 3-0, ndërsa autor të golave ishin Remzi Faik Selmani 2 gola dhe Argjend Gafuri 1 gol. Autori 2 golave pas ndeshjes deklaroi se fitoria ishte imperative për ekipin e tij. Normalisht çdo fitore është motiv shtesë për ne. Sigurisht këta 3 pikë na u duheshin, vim pas një serie jo të mirë, di humbje. Radhazi, kjo fitore do të na lehtësoj shumë të ardhmen, të fitojmë si ekip motiv dhe të jemi më efikas dhe më të përqendruar në ndeshjet e radhës. Me 3 pikët e fituara kundër Shkupit, skuadra e Çegranit tani me 25 pikë është në pozitën e 6, ndërsa në ndeshjen e javës është Nikoqire e Makedonia Gjorçe Petrov.